Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Profetësia e Muhamedit. Kështu kaluan kohë, eurokullisën epoka, etërit vdisnin kurse bitu zinin vendin, derisa Zoti dërgoi Muhamedin si profetin që do vinte në jetë, premtimin e tij dhe do përsoste zbulesën e tij. Ardhja e tij ishte shpallur nga profetët edhe më parë. Tiparet e tij të karakterit ishin të shquara dhe lindja e tij lidhej me një pemë fisnike dhe me një vend të perëndishëm. Në atë kohë njerëzit ishin të grupuar në shumë parti, qëllimet e tyre ishin të ndara dhe rrugët e tyre ndryshonin. Ata e krahasonin Zotin me krijimin e tij, shtrembëronin cilësitë e tij e u besoheshin idhujve, jo atij. Zoti u udhëhoqi me anë të Muhamedit për të dalë nga udha e shtrembër dhe i nxori nga padia përmes përpjekjeve të tij. Pastaj Zoti vendosi që ta largonte Muhamedin e pasardhësit e tij nga kjo skenë sprove. E u dha lejen të ktheheshin tek ai për të qëndruar pranë, duke i parë si tepër të lartë për të ndenjur edhe më tej në këtë botë. Kështu erdhi koha dhe Zoti e mori pranë vetes plot me ndere dhe respekte, dhënë Zotit të mbulohen me ndere e respekte dhe pasardhësit e tij.